45 punëtor shëndetësor në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjilan të angazhuar përmes tenderit të komunës, ku fitues ishte kompania Kosova Med, kanë mbetur pa punë nga e hëna, pasi nuk u është vazhduar angazhimi. Komuna Gjilanit kishte nënshkruar kontratë me kompaninë Kosova Med në shtator të vitit të kaluar, kontratë e cila parashihej të ishte valide për 2 vjet. Megjithse tenderi ishte i hapur vetëm për 28 punëtor, komuna kishte angazhuar gjithsej 45, duke të kaluar numrin e parapar me kontratë. Nga kompania Kosova Med kanë deklaruar se për shkak të numrit më të madh të punëtorëve të angazhuar, buxheti i kontratës është shpenzuar brenda 14 muajve, duke bërë që angazhimet e punëtorëve të mos mund të vazhdojnë më tej. Kontrata ka arritur pothuajse kulmin pra tavanin e saj buxhetor dhe për këtë arsye ka përfunduar, është shtëruar buxheti i kontratës. Nëse komuna dëshiron, mund të shpall edhe një projekt tjetër. Vlera totale e kontratës ishte 429.683 euro, mjetet të planifikuara për një periudhë 2 vjeçare. Albulena Hasani, e cila ka qenë e angazhuar në QKMF të Gjilanit, thotë se kanë qenë të informuar se kontrata do të përfundonte në rast të mungesës së buxhetit. Kontrata na shënon që në rast nuk ka buxhet, kontrata përfundon. Këta kemi ditë prej ditës parë që kemi nënshu kontratat. Tash komuna nuk ka buxhet edhe kontrata ka përfundu. Kemi shërby gjatë në ambulantë, në patronazh, në pacienta, po besoj që së shpejti do të bëhet apet diçka e re. Po shpresojmë që kanë mua punë kurse të reja dhe shpresojmë që apet kemi kanë ndjedha të punës. Drejtori i shëndetësisë në komunën e Gjilanit, Hekuran Rapuca, thotë se mungesa e këtyre punëtorëve do të ndikojë ndjeshëm në shërbime, pasi nevoja është e madhe. Sipas tij, për shkak se buxheti i vitit 2025 ende nuk është miratuar, komuna nuk ka mundur të hapte procedura të reja të prokurimit. Na kena shtu shumë shërbime shëndetësore, gjashtë na nevojit shumë stafi që e kena pas me Kosovën. Besoj që shpejt kena me bo një zgjidhje. E aty po për dispozita ligjore që është mund me nis një aktivitet të ri që me mujt faktën prej fillimit vitit 2026 me vazhdu me blerje shërbimeve pra. Për këtë situatë ka pasur reagime edhe nga opozita. I bëjmë thirrje komunës së Gjilanit të marrë përgjegjësi, të vazhdojë menjëherë kontratat e mantel bardhëve dhe të sigurojë pagat për mbi 300 punëtorët e tregut. Komuna duhet të gjejë rrugën ligjore që këta profesionistë të vazhdojnë punën dhe qytetarët të mos mbesin pa shërbime. Mirëqenia e qytetarëve nuk mund të lihet në dorë të vendimeve arbitrare. Koha kishte raportuar në gusht të këtij viti se këta punëtorë shëndetësor të angazhuar përmes kontratës me Kosova Medin nuk I kishin marrë me kohë pagat për muaj qershor dhe korek për shkak të problemeve buxhetore që ka komuna e Gjilanit.